punëse. Atëherë si bëhet halli? Bëhet një kompromis, po ky kompromis mungon. Do të ishte e udhës, nuk e di nëse ministra Spiro Balja ka paraqitur të çështje homologun e saj Gerja Petritis, do ishte shumë e udhës që Shqipëria ta ndante këtë segment. Pra kur shkohet në Hag, se tashmë ky me sa duket është një vendim i marrë politikisht dhe vetëm procedurat, duhet i kërkonte Gerja Petritis, i thoshte që shikoj qeveria më parshur ka rënë dakord që ne çështjen e vijës së re bazë nga ku që si thash pak përpara Shqipëria ka marrë brapsh 40 km2, kemi mbyllur me homologun tonë. Tashmë ta formalizojmë këtë dhe kur shkojmë në Hag të çështjet ta quajmë të mbyllur dhe pastaj vazhdojmë me çështjet e tjera që janë të hapura, janë zonat ekskluzive ekonomike. Dhe unë nuk e di nëse kjo ka ndodhur, sepse ne nëse do të shkojmë në Hag tash me një rifillim edhe një herë të këtij diskursi, rrezikojnë shumë, për arsye se Greqia do të insistojë shumë që ky parimi i sovranitetit mbi 12.000 detare dhe 100 milje me zonave ekskluzive ekonomike, padyshim do kërkojë që në prolongaritë të jepet peshë plot ishujve, pra që janë Korfuzi, Otonoi, Matraki, janë disa ishuj atje, të kenë të njëjtën peshë në matje dhe në prolongaritjen. Duke na bërë ne të humbim. Kjo është një çështje që nëse pala shqiptare nuk përgatitet mirë, nuk ndërton një ekip me juristë të drejtës ndërkombëtare, të drejtës detit, me gjeodet, me ekspertë të GIS-it, e ku të diu, dhe nuk përgatitet mirë, pra që të ketë një dosje të plotë, dhe duhet të bëj publik dhe pozicionin e saj pala shqiptare, ashtu siç e ka bërë me të drejtën e saj pala grekare, që ka mbyllur gjirët, ka përcaktuar vijën nga do të fillojë matja dhe ka rivendikuar të drejtën për 12 milje të detit territorial plus 200 milje të drejtave sovrane për zonat ekskluzive ekonomike, të duhet të bëjë Shqipëria. Pra Shqipëria duhet ta mbyll gjirët e saj, duke filluar që nga derdhja e Gurës deri poshtë gjiri më fundor. Dhe kjo do të thotë që duhet të përcaktohet ku ajo synon që të fillojë matja. Pa shkuar me këtë paketë dosje dhe padyshim edhe me raste të ngjashme ku ka prevaluar kryesisht kauza shqiptare, ku kryesisht ishuj nuk marrin peshë suvereniteti kontinental. Dhe ka shumë raste Shqipëria që duhet i fusë në dosje kur ti duhet të shkojë në Hag. Ndërkohë pastaj mbetet e paqartë dhe procedura se do shkohet në Hag. Dhe për këtu kërkohet dhe një transparencë. Pra, do kërkohet një marrëveshje kompromisi